Faleminderit shumë. Faleminderit që keni gjetë kohë me ardhur sot në këtë ditë të diele për me informu qytetarët tanë, të nderuar media dhe qytetarët të kryeqytetit. Në historinë e shtetit të Kosovës, rrallë herë kemi parë qytetarët të rrezikohen në këtë shkallë siç po ndodh sot. Për herë të parë në historinë e Kosovës po ndodh që qeveria qendrore të bllokojë të hyrat vetanake të kryeqytetit. Shërbime jetike të kryeqytetit që përdoren për ushqim në shkolla, për transport publik, për shëndetësi, ndihmë sociale, të cilat janë në prag të ndërprerjes nesër. Bëhet fjalë për funksione elementare të qytetit tonë, për mirëqenien e fëmijëve tonë, për mirëqenien e të moshuarve dhe familjeve tonë. Prej mbi një vit në mënyrë të vazhdueshme dhe plotësisht në përputhje me procedurat ligjore kemi kërku alokimin e buxhetit që i takon kryeqytetit. Asnjë kërkesë nuk është trajtuar. Buxheti i Prishtinës është blloku për çështje krejtësisht politike. 35 milion euro, prej të cilave 25 milion euro janë të hyra vetanake dhe 10 milion të grantit qeveritar janë bllokuar nga Ministria e Financave për në kundërshtim me ligjin dhe me kushteturin. E për këtë arsye, ju kam lajmëruar edhe më parë që ne kemi dorëzu kallëzim penal ndaj ministrit në detyrë Rekura Muratit dhe ndaj zyrtarëve përgjegjës të Ministrisë së Financave për shkelje të qarta të ligjit. Jemi drejtuar dhe kryeministrit në detyrë, presidentës dhe kemi kërku shqyrtim urgjent edhe nga gjykata kushtetuese. Ndërkohë, qytetarët e Prishtinës kanë bërë pa paga dhe shërbimet bazike janë në rrezik serioz e të menjëhershëm. Të nderuar qytetarë, sapo kam përfunduar tash një takim me përfaqësues të transportit urban dhe të shoqatës së transportuesve të sektorit, të cilët më njoftuan se për fat të keq nga nesër transporti publik në kryeqytet do të ndalet. Paralajmërime të njëjta kemi marrë edhe nga ndërmarrje të tjera, të cilat prej muajsh nuk kanë marrë pagesa, duke se nuk është shërbimet esenciale të qytetarëve të kryeqytetit. Me keqare dhe të thellë e them se nuk kam besu kur se qytetarët e këtij vendi do të biheshin në rrezik për interesa zgjedhore. Buxheti i kryeqytetit u përdor si mjet në zgjedhjet lokale. E tash e dini që zgjedhjet lokale kanë përfunduar, qytetarët votuan për zhvillim e jo për bllokim. Megjithatë, dua të shpreh mirënjohjen time më të sinqertë për të gjithë ata që përkundër sfidave kanë vazhduar punën me dinjitet, e këta janë punonësit e ndërmarrjeve publike, mësimdhënësit, personeli shëndetësor dhe social, punëtorët e shërbimeve komunale, sektori kulturës, sportit dhe sektori privat. Ju jeni me vërtet heronjt e vërtet të qytetit tonë, dhe ju falenderoj nga zemra. Në cilësinë e kryetarit të kryeqytetit, dua të rikujtoj një fakt të rëndësishëm. Qytetarët janë përcaktuar që unë ta gjej përpara këtë mandat dhe ky mandat vazhdon edhe për 4 vite të tjera. Kryeqyteti duhet të funksionojë dhe kryeqyteti nuk bllokohet. Prandaj ju bëj thirrje të gjitha institucioneve, zyrtarëve shtetëror dhe ministrave në detyrë, veproni profesionalisht në pajtim me ligjin dhe bashkëpunoni. Zgjedhjet tani më kanë përfunduar, tani është koha t'i kthehemi punës. Të lëmë anash logjikën partijake dhe të vendosim qytetarin në qendër, ashtu siç e meriton dhe për atë arsye për çfarë edhe ne jemi të zgjedhur në shërbim të qytetarëve. Ne të punojmë së bashku që fëmijët të shkojnë në shkollë me ushqim dhe me siguri, të moshuarit të kenë kujdes dhe mbështetje,
qytetarët të kenë transport publik, rrugët të jenë të ndryshuara, shërbimet komunale të funksionojnë pa ndërprerje, të mbajmë gjallë jetën kulturore, artistike e sportive në kryeqytet, të vazhdojmë zhvillimin e projekteve të mëdha transformuese në kryeqytet. Kryeqyteti është zemra e vendit, Prishtina nuk mund të bllokohet për interesa të ngushta, jo profesionale, jashtëligjore dhe krejtësisht politike dhe nuk duhet të bllokohet. Ju ftoj të gjithë ta ndryshojmë këtë mendësi shkatruese, të bashkohemi dhe të ecim përpara në shërbim të qytetarëve dhe në shërbim të gjithë vendit tonë. Faleminderit. Nëse keni pyetje, diri vetëm. Kryetar, sa i përket kësaj gjendje së fundit, a mbani përgjegjës edhe dedikënë për çështjen e miratimit të buxhetit për për radio televizion? Kjo s'ka të bëj asgjë, domethënë këto çështjet e të hyrave vetanake nuk kanë bëj asgjë me çështjen e buxhetit i cili ka shkuar në parlament. E dini ju vetë që ajo ka qenë vetëm një lojë politike, prandaj vazhdojmë me lojra politike. Të hyrat vetanake të kryeqytetit bllokohen, po them, tashmë 11 muaj. Dhe nuk kanë asnjë lidhje me çka ndodh në parlament. Ne jemi qeverisje lokale me të drejta ligjore, me të drejta në buxhetin tonë, me të hyra vetanake, pra janë fondet tona. Janë sikur ty, për shembull, paret që i ke në bankë, një zyrtar i bankës në thonë jo s'po t'i jap. E njëjta. Do të thonë janë aty, vetë s'po na lëshojnë. Edhe kjo po e pamundson edhe shërbimet në gjithë kryeqytetin. Pra i kemi shërbimet e transportit urban, të cilat tash kompanitë edhe private, edhe të transportit urban publik, që janë të papaguara me muajt të tonë. Pra tash edhe kanë ardhur deri te një pikë ku dhe nuk mund as me ble derivatet e naftës, nuk mund as me pagu punëtorët e vetë, e në të njëjtën kohë pra nuk mund me shërby qytetarët tonë, fëmijët tonë, të moshuarit tonë, si rezultat. Në anën tjetër, prapë po them, shërbime sociale nuk mund me kryer. Si rezultat i tekeve të zyrtarëve atje të ministrit në detyrë për me ndalë të hyrat vetanake edhe për me përdorë për fat të keq në çështje puro politike. Unë po them, jam bashkëpunues, nuk maj natë, ju lutem, zgjedhjet lokale tash kanë hec, ju t'i kemi ma, të bëhemi bashkë, të bashkëpunojmë për të mirën e qytetarëve të kryeqytetit. Prandaj i ftoj të gjitha partitë, të gjithë zyrtarët e çfarëdo partie që ne duhet së bashku të punojmë për qytetarët e kryeqytetit. Pra, t'i lëjmë to mendësi shkatruese, large anash, zgjedhjet janë kryer. Amantina prej Lan Kosovës. Do të thonë se themi bukfalisht, ju si kryetar nuk jeni kur gjë në dorë për me e rregullu këtë problem, përveç se me prit prej Ministrisë së Financave që kjo me u zhvilluar. Absolutisht, ne çka kemi në dorë. Dhe këtë fati kësaj situate është në dorën e tyre. Pikërisht. Dhe fatkeqësisht po i bën në dorën e anës politike. Për fat të keq, ne për këtë arsye dhe kemi tregu kallëzim penal ndaj ministrit të detyrë dhe tre zyrtarë, që jashtëligjshëm po i bllokojnë vetanakët e kryeqytetit. Pra jashtëligjshëm, nuk kanë asnjë arsye, nuk kanë asnjë pikë bazë ligjore për me mbajt këto 35 milionë të bllokuar. Ka të paktën shpresë që keni më marrë vesh në mes veti, ka me rregullu situata apo kemi me prit. Edhe po i kërkoj se ndoshta këtë e kanë bërë për çështje politike. Dini që këtë buxhetin e kanë bllokuar për çështje puro politike. Po tash zgjedhjet janë kryer, zgjedhjet lokale kanë përfunduar, unë jam kryetari i kryeqytetit dhe po them, i natë nuk mbaj, prandaj të gjitha partitë vetë vendosin të gjitha të tjera të bashkëpunojmë, të punojmë së bashku, sepse jemi të zgjedhur prej qytetarët kanë votuar për zhvillim, jo për bllokim. Edhe këto, po them, duhet të përgjigjen zyrtarët edhe ministrat të cilat e keq përdorin pozicionin e tyre jashtëligjshëm. E kjo që po ndodh është totalisht jashtëligjore. As ka ndonjë zgjidhje të përkohshme prej komunës derisa të rregullohet kjo? Për shembull, po marr parasysh për shkak të transportit publik ka shumë njerëz që shpenzojnë për me shku në punë. Po tregom çka? Po, nëse komuna i ka 0 euro në konto, edhe tash që 5-6 muaj janë të punuar edhe transporti urban, edhe ta pa parë, pa pagesa, edhe janë vetë edhe ata pa pagesa. Cila është zgjidhja? Kur dikush jo jashtëligjshëm i bllokon
fondet tona. Dhe ne I kemi fondet. I kemi fondet aty janë. Edhe të gjitha këto kompani janë veprojnë ashtu në mënyrën më të mirë të mundur edhe në aspektin të shërbimeve të qytetarëve, në aspektin biznesor, pra profitabile, po ja që ne s'kemi fonde me pagu borxhe që kemi aty, për arsye se ministrit në detyrë edhe zyrtarëve aty që janë hypoteket për me bloku fondet tona. Pra 35 milion kemi aty. Faktura tona në total sot, për shembull janë më pak se 32 milion. Edhe na sot I kishim pagu të gjithë, s'kishim pas asnjë problem. Kishim vazhdu me hyrave tanake, me pagu të gjitha këta operator me siguru shërbime dhe më të mira, çdo ditë më mirë, sikurse që kemi bërë edhe reformimin e transportit publik për të mirën e qytetarëve, po këta që I bllokojnë. Domethënë tinuarin këtë parë, tinuarin këtë punës. Kanë kalu tash, janë kryes zgjedhje. Përveç nëse ndoshta I përdorin tash edhe për zgjedhje nacionale. Faleminderit. Faleminderit shumë.